E pyeti Musa një ditë Allahun xheleshanu, i tha, ja Allah, kur të drejtohet ty gjunaqari, o Zot, çish i përgjigjesh? Tha, i përgjigjem, të përgjigjem o robi im, të përgjigjem o robi im, të përgjigjem o robi im. Po mirë, tha, po kur të pyet tha robi i mirë edhe të drejtohet, thot, o Zot, çish i përgjigjesh? I përgjigjem, tha, të përgjigjem o robi im. O Zot, tha, robi gjunaqar, robi mëkatar, të drejtu o Zoti im, dhe 3 herë i thaje të përgjigjem, ndërsa robi mirë, të drejtu e ty dhe tha o Zot, dhe ti vetëm 1 herë i thaje të përgjigjem. O Musa, tha, robi gjunaqar kur mu drejtu në saje të mëshirës teme. Do thot edhe mënyra që shëthu fjallën, edhe ata që e vepron, se si e vepron, ka shumë rëndësi në dinin Allahu xheleshanu apo në madhështinë e Allahu xheleshanu. Tha, ndërsa robi i mirë, kur mu drejtu o Zot, mu drejtu në sajt fuqisë së veprave të tij. Pra unë jam namazli, unë jam i agjerushëm, unë jam zeqat, unë e bëj ata, unë e kum shku në hax, unë e kështu, unë e veç i drejtohem o Zot, se e di se unë jam shumë i mirë para Zotit. Këta nuk po e pëlqen Allahu xheleshanu. Allahu po e pëlqen që ti më ju drejtua ati në sajt të mëshirës së tij. Dhe të nderuar vëllezër, Allahu ka thonë në Kur'an, thuaj o robërit e mi të cilët i keni bën pa drejtësi vetes suaj, mos hiqni shpresë nga mëshira e Allahut. Shpresa është punë e lehtë, o vllai nderuar, po është shumë e rëndësishme te Allahu xheleshanu. Shpërblet shumë te Allahu xheleshanu. Prandaj kur mos i hiqni shpresat e Allahu xheleshanu. Shumë është punë e lehtë me shpresu tek Allahu xheleshanu, po shumë shpërblim të madh ka tek Allahu xheleshanu.